Miqtë mi, ju përshëndes. Sot kemi ardhur për të prezantuar një produksion, Penetrimi i shpirtave, i ardhur nga Arjan Sukniqi, një balet shumë i veçantë, ndërkohë këtu ndodhe me dy balerinët, të cilët kanë ardhur nga Teatri Kombëtar i Athinës dhe keni ardhur për të performuar këtu në këtë balet kaq të veçantë. Jam pikërisht këtu me Altin Koruti, balerini, i cili do të na tregojë diçka rreth këtij produksioni. Ky balet është bazuar nga poezitë e zonjës Rita Petru, që janë poezi shumë të bukura, që tregojnë për dashurinë, për jetën reale. Është bërë një punë mjaft e mirë nga koreografi Arjan Sukniqi, shumë duete, siç e patë ju më përpara, janë duete shumë të vështira dhe e them janë të vështira sepse duhet të shprehim atë emocionin, dashurinë, dhimbshurinë, jetën reale, domethënë që është që kanë çiftet ose të bashkëtuarit. Kam këtu dhe zonjë Shënoti, e cila është balerinë dhe kjo nga Teatri Kombëtar i Athinës. Keni ardhur këtu për të performuar. Si do duket gjatë provave, si do duket ky balet i vështirë, lëvizjet si janë? Sigurisht që lëvizjet janë të vështira, po ajo është dhe bukuria. Vështirësia është bukuria. Lodhemi, kemi çdo ditë prova në mëngjes, në mbasdite. Po, kjo lodhja është kënaqësia jonë, që dhe më thënë nxjerrim një rezultat të mirë për popullin, që të na shikojë, t'ju pëlqej. Ne ndoqëm pak a shumë provat, një provë të vogël, ti produksioni pasi ka dhe pjesë të tjera të balerinëve të tjerë. Penetrimi i shpirtrave, si futet në këtë pjesën tuaj? Siç e patë edhe juve, është dueti jon i parë, që është një duet erotik, që dy shpirtra, domethënë bashkëpunojnë njëri tjetrin, nxjerrin atë erotizmin e tyre, dashurinë, ndjenjat e tyre në lëvizje, sidomos se ai duet ka edhe është bazohet edhe nga aktorët, janë dhe aktorët që me frymën e tyre na japin dhe neve dhe del ai duet më i bukur. Si po ndjeni me grupin? Është një cast që ju jeni 6 balerinë, 4 aktorë, si do vi ky i ndërthurur me të gjithë ju bashkë? Po jemi 6 balerinë dhe 4 aktorë. Unë këtu i njoh, tani i njoh, po jemi lidhur shumë si shok, kemi bërë, kalojmë shumë bukur, kemi shumë provë, domethënë që kjo na lidh. Do të lidh edhe koreografia vetë, sepse janë numra, siç e tham, është dhe një numër tjetër për shkakun që është finalja jonë, që jemi gjithë bashkë, provat bëhen, domethënë të gjithë bashkë në një trup të vetëm. Është dhe kjo, desha të shtoja që është bukuria kësaj shfaqje, është që është ajo ndërthurja e aktrimit, muzikës, të balerinëve bashk. Kjo do japi besoj se është dhe era parë që është vënë në Shqipëri. E do jap skenës, besoj një gjallëri, por edhe ndjenja të forta, apo jo? Patjetër, besoj se njerëzit... Publiku si do e presë? Si mendoni se do ju presë? Besoj se na presi mjaft mirë, ne gjithmonë atë kemi ankthi jonë, domethënë si do jetë. Ky ankth ishte edhe në fillim, herët e para kur erdha edhe me zorbën dhe me ëndrin atë vere, po
siç e priti publiku me zjarr, aq në fund do atrokite pa fund, jam i sigurt që edhe te kjo vepër do jetë një sukses i madh, sepse siç e thash më para, Arjan Sytnik ka bërë një punë mjaft të mirë. Është hera e parë që vini? Po, është herë e parë që vi. Si mendon publiku shqiptar, do ndjesh akoma më shumë emocione se ai publiku grek? Publiku është gjithmonë një lloj, kërcejmë një lloj, për atë kërkojmë ta prekim një lloj si këtu dhe atje njerëz janë. Besoj se shfaqja është mjaft e mirë që të preket publiku. Kjo është ajo më e rëndësishme dhe unë ju uroj shumë suksese të dyve dhe besoj se do na jepni shumë emocione gjatë performancës tuaj. Ashtu është, ju falenderoj dhe ju presim në shfaqje. Jam pranë koreografit Arjan Sukniqi. Përshëndetje. Çfarë po bën në atë letrën? Të kam parë që në fillim duke studiuar, çfarë po bën? Keni shënuar gjithë ato gjëra? Kjo është historia që marrin telefon, kjo është planimetria e teatrit edhe e sallave, aty ku do bëhet sallës, ku do bëhet shfaqja e teatrit kombëtar, domethënë. Dhe telefonatat duan njerëzit bileta, problem shumë i madh. Kjo dhe po e studiojmë, më duket që janë pak. Kur sjellni produksion, ky është besoj pak problem pjesën e sallës, do mbushet plot mendoni? Po studioj këtë sallë dhe më duk me pak njerë, me pak veta dhe shpresoj që po mendoja që punë e madhe le të vinë të rinë dhe në këmbë, ato që nuk do munden do të startojnë të parë. Akoma më mirë në qoftë se salla do jetë e të mbushur dhe në këmbë. Arjan Sukniqi, doja që të flasim pak për produksionin që ju do sillni këtu, Penetrimi i shpirtave, si e keni menduar dhe si do e sillni? Shikon, ky është një produksion i cili ka lindur në një mënyrë rastësore, domethënë duke lexuar poezitë e Rita Petros të librit Vrima. Është një libër i cili tashmë i ka thyer gjithë kufit, gjithë barierat, domethënë jo brenda Shqipërisë, po dhe jashtë, ajo ka marrë të drejtën për të botuar në Francë, domethënë një libër fantastik, një varg që domethënë po lë gjurmë dhe po thyn shumë tabu në letërsinë shqiptare. Sigurisht jo rastisht të vjen frymëzimi dhe mendova që në bazë të këtyre vargjeve unë të tendosja instiktin, domethënë, dhe të vazhdoja vargun me lëvizje. Dhe mendova që për të sjellë një produksion i cili unë mendoj që vjen rishtazi, është si një risi në artin shqiptar, sepse nuk do jetë një bashkim poezie dhe baleti, apo domethënë fjala, çfarë do thot fjala, do bëj baleti. Historia e gjithë kësaj shfaqje është fryma që kjo poezi sjell dhe fryma e kësaj poezie është ndërtuar në balet. Sepse nëse do bëjnë ndryshe, domethënë çfarë do thot fjala dhe duhet ta bëj baleti apo dhe kundër çfarë bën baleti duhet ta thot fjala, atëherë të dyja do kontestonin njëra tjetrën dhe do bëj një kështu kakofoni e madhe që nuk do njerëzit, s'kishin pse të vinin, shikonin, lexonin tekstin dhe kaq. Kjo është një funksion ose një logjik tjetër. Domethënë, kjo vepër vjen kjo nuk provokon seks, që të jemi të qartë me gjithë njerëzit. Kjo nuk është histori vulgaritetin seksual ta sillim skencë që të bëhen qëllim vetveten, sepse nëse unë siç e mendoj unë do ta bëja këtë në formatin që kam, atëherë kjo do ishte një dështim shumë i madh. Kjo vjen sepse kjo lartëson fryma e këtij baleti ose kësaj shfaqje është lartësimi i ndjesisë. Çdo gjë vjen ndryshe me plot surpriza pafund që njerëzit do kuptojnë që aty s'kishte asgjë në fund, por vetëm se do marrë një mesazh shumë të madh, që ne duhet ta respektojmë të gjitha ato ndjesi dhe ne nuk mund të jemi ta quajmë veten her pas here në për këto lloj marrëdhëniesh si detyrë ose si punë. Dua të them edhe këtë që është nga krijimtaria më e mirë e imja. Unë të falenderoj për intervistën dhe ju uroj shumë suksese. Edhe unë ju falenderoj shumë dhe jam shumë i sigurt që dhe ju do vini ta shikoni dhe do takojmë me shumë dashuri mbas shfaqjes.